يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në vazhdim të surës Ali Imran: Alladhina yaquluna rabbana innana amanna. Besimtar të vërtet janë ata të cilët thonë: O Zoti jon, ne kena besu. Me të vërtet ne kena besu. Faghfir lana dhunubana. Falna i gjunat tona. Wa qina adhaban nar, edhe mbrona prej zjarmit të xhehenemit. Besimtar janë ata të cilët as-sabirin, bëjnë sabër, was-sadiqin, i besojnë libret e Allah dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. El-qanitin, i nënshtrohen Allah subhanahu wa taala. Wal-munfiqin, ata të cilët fort e besojnë ahiretin, fuqishëm. Wal-mustaghfirin bil-ashar, dhe besimtar të vërtet janë ata të cilët i kërkojnë falje Allah subhanahu wa ta'ala në kohën e syfyrit. Shahidallahu annahu la ilaha illa hu. Allahu dëshmon se nuk meriton ma adhurue kërkush tjetër përveç Allahut. Wal malaika, edhe malaikët dëshmojnë se nuk meriton askush të adhurohet tjetër përveç Allahut. Wa ulul ilm, edhe dietarët vazhdimisht dëshmojnë se nuk meriton të adhurohet kërkush përveç Allahut. Qaimine bil qist, dietarët qëndrojnë në të vërtetën. La ilaha illa huwa al-azizul hakim, nuk ka zot që meriton adhurimin përveç atij i cili është i urti e i larti. Inna ad-dina inda Allahi al-islam, feta Allah subhanahu wa ta'ala është islami. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Ata që kanë pas libër para neve, krishterët dhe jahudit, janë përqa vetëm pasi që ju ka ardhur dituria. O man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Kushdo që mohon bëhet kafir pasi që kanë ardhur argumentet e Allah subhanahu wa taala, atëherë në të di se shumë shpejt Allah subhanahu wa taala ka me marrë atë në llogari. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse komente ajeteve innal ladhina yaquluna rabbana innana amanna. Besimtarët e vërtet janë ata të cilët thonë: O Zoti jon, na kena besu. Thonë, pse thonë? Për shkak se duhet me shpreh besimin. Besimi bazën e ka në zemër. Deklarimin e ka me gjuhë, kurse vërtetimin e ka me vepra. Nëse nuk bashkohen këto tri elemente, nuk ka iman. Pas besim me zemër, baza e cila është baza e gjithave, edhe dëshmisë edhe punëve është zemra. Besimi në mrena, me qenë besim, me besu për një me, se njeri u shpesh din me fol atë që nuk e beson, ama lypet për nevoja, për diçka, thot diçka. Besimi vendin e ka në zemër, baza e besimit është zemra. Por një zemër e cila beson, ajo nuk mundet me majt besimin mrena pa e shprej, pa e qit jashtë, se s'mund të hanë, dhe të me qit besimin, me thonë, unë i besoj Allahut. Edhe e besoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber. Pastaj duhet me vërtetuar me praktikë, a jetu thonë për një me, a jetu rrejt. Dëshmoj
se nuk meriton të adhurohet kërkush përveç Allahut. Adhuron Allahun jo. Çka ke dëshmu ti? S'ke dëshmu kur gjë, hiç. Dëshmia e lip punën. Ashhadu an la ilaha illallah. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet kërkush përveç Allahut. Kjo është dëshmia. Tash më pyet ato, se ai që e thot shahadetin e nuk falet, e nuk i kryen obligimet, ti a dëshmon se veç Allahu do të më adhuru? Po, e adhuron Allahun jo. E çka dëshmove? Ja vish thash që ashtu, kjo kot. Wa ashhadu anna Muhammeden abdullahi wa rasuluhu, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë Allahu për neve më na mësua rrugën. A hecë sa rrugë, jo se hecë ama dëshmoj. Kjo është shahadet i kot. Shahadeti i cili nuk pasohet me punë është shahadet i kot. 3 elemente e bojnë besimin funksional, e bojnë të vlefshëm. Nëse njëna prej 3 elementeve mungon, personi është kafir. Besimi me zemër, shqiptimi atij besimi me gjuhë dhe vërtetimi atij besimi me praktik. Se i përket veprave praktike, janë të pajtimit dietarët e sunetit se vetmja vepër e cila është obligim dhe me lanjen e tina njeriu bëhet kafir është namazi. Të tjerat për lanje asnjë nuk e mbrin shkallën e kufrit. Për veprim ka plot që mbrin shkallën e kufrit, me shku me bë adhuru vorrin, me shku me bë tavafin, kret plot vepra që i bën mbrin shkallën e kufrit. Po vepër që nuk e bën për shkak se nuk e ki kryer çet obligim, i kafir, është i vetmi, se ekziston tjetër, është i vetmi për cilin kanë pajtim, i vetmi namazi. Atëherë, dhe me se, personi i cili e ka besimin me zemër, e ka shqiptuar që të besim me gjuhë, edhe e fal namazin, veprat kufrit s'ka, veprat shirkut s'ka, kjo është besimtar edhe nëse vdes i tillë hin xhenem. Edhe nëse nuk agjeron, edhe nëse nuk agjeron. Edhe nëse se zeqat, edhe nëse nuk e zeqat. Edhe nëse s'kryen hax, edhe nëse s'kryen hax. Edhe nëse se bën këtë. O kur gjë s'ka bëj të rrish. I ka bazat e fesë. Baza e cila e bën imanin funksional është besimi me zemër, shqiptimi me gjuhë, falja namazit dhe mos veprimi i veprave të kufrit, shirkut, të nifakut, të cilat të nxjerrin prej feje. Besimtarën ata të cilët thonë, domethënë shqiptojnë se s'ban para shqiptuar, për cilën dietarët e sunetit janë të pajtimit se kushdo që mundet me shqiptuar shahadetin dhe nuk e shqipton është kafir. Kushdo që mundet me shqiptuar shahadetin dhe nuk e shqipton është kafir. O Zoti unë, na vërtet kemi besu. Tashme që kemi besu, besimin e kem në rregull. A kem gjunoha? Kem. Fakfir lana, atër falë gjunohat. Se besimin e kemi realizu. Dhe për këta ta kanë falënderimi vetëm Allahu subhanahu wa taala. Por a kemi pas mangësi gjunoha? Po, fakfir lana dhunubana. Allahu më na i fal. Elusineti besojnë se kushdo që vdes me iman, për të gjitha gjunohat, Allah subhanahu wa taala më dashur të fal. Sa do të jenë ato, çfarë do të jenë ato, dhe sa do të mëdha të shumta të jenë ato. Kush vdes prej muslimanëve me gjunohe, pa u pendu, është nën dëshirën e Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit, me dashur Allahu e fal krejt, hiç se merr, këtë ja fal, se është Allah, me dashur e dënon përkohësisht. Dhe nëse e dënon besimtarin, dënohet besimtari veç përkohësisht. Asnjë besimtar nuk dënohet përgjithmonë, në botën tjetër. Nuk ka mundësi. Veç muslimanët, besimtarët dënohen për gjinoa, nëse i dënon Allahu ata që nuk i fal, dënohen përkohësisht. E ne shpresojmë te Allahu subhanahu wa taala që më na fal gjithëve. Mendimi i secilit besimtar do të më qenë i mirë për Allahun subhanahu wa taala. Shpresojmë që Allah të na fal. Ruhemi me gjitha thafet gabojmë. Pendohemi, gabojmë, kanë gabojmë se dim që kena gabu hiç. Kanë gabojmë, harrojmë u pendu, kanë plot gjona. Megjithatë, çështja më madhore është çështja e besimit. Mos me realizu pjesën që lypet me realizu,
edhe mu hek prej veprave të cilat lypet pa tjetër mu hek. Për të tjerat, lëshime, vazhdimisht me u pendu, por edhe nëse vdesmi pa u pendue, jemi në dëshirën dhe kërcënimin e Allah subhanahu wa taala, nëse do Allah na fal, nëse do na dënon përkohësisht, por ne duhet të shpresojmë se Allah subhanahu wa taala ka më na fal, se ajo është Allah edhe është falës. Wa qina adhab an-nar, emrona për zjarmin e xhehenemit, se veç Allah është ai që na mbron për zjarmin e xhehenemit. Thot Allah subhanahu wa taala në ajetin tjetër, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kushdo që pështon për zjarmin e xhehenemit, ka hyrë në xhennet, ka pështu. As-sabirin, pastaj dietarët besimtarët kanë cilësitë e veta me të cilat kanë më dalluar vazhdimisht, se s'është e mundshme më kon besimtar pa tra me vepra me bë sabër. As-sabirin, besimtarët janë ata të cilët bojnë durim. Durimi kemi përmend që është tre lloj, durimi në ibadete, që është më i vështirë, vazhdimisht me bë sabër, çu fal, me bë sabër, hada xhiro, me bë sabër, se është nuk është punë e lehtë. Pastaj durimi, sabri, mos me rënë gjënoa, edhe ky është i vështirë. Pastaj vjen sabri i fundit, durimi në fatkeqësi që ne ka thënë Allahu subhanahu wa taala, këto ndesh bona sabër, ndesh nuk bona, ajo ka krye. Ajo ka ndodhur fatkeqësia. Te namazi, mos me bë sabër më fal, e le pa fal. Te gjënoat, mos me bë sabër më largu, i bën gjënoat. Te fatkeqësia, ajo ka ndodhur fatkeqësia, ti ndesh bë sabër, ndesh mos bë, ajo as nuk kthehet as përmirësohet as kurrëheq. Veç ti mundesh me hub të Allah subhanahu wa taala ose me fituar nëse bën ose nuk bën sabër. Besimtarët janë durimtar në ibadete, në largim ndaj harameve dhe në durimtar në sprova që godosin. Wa sadiqin, edhe i besojnë gjithçka që ka në Kur'an, edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bash gjithçka. Çka do, që ka thonë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, çështu e besojmë ne. Çka do që ka ardhur prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çështu e besojmë ne. Tanë këta munafikat e qafirat tonë, këta janë besimi i verbër, po bash besimi i verbër. Si mshel, ka thonë Allah, po çështu është, hiç s'ka bilas, as diskutohet kjo punë. Syt mshel, ka thonë pejgamberi sa, po more hiç se çështu është. Veç vërtetohet rruga e zinxhirit transmetimi i hadithit tonë se është e saktë, na jena besojna me sy mshel. Kur besojna në sy mshel të në ata, në llogaritin me një letë. Për që ata kanë thonë sahabëve, nu'minu kema amana as-sufaha, atë besojnë që shpo besojnë me një letë. Pse? Ka thonë Allah dhe hajtë. Po dhe, ka thonë Allah, ose ndryshë shkojmë na. Ka thonë pejgamberi sa, si thonë Allah, kur thotë Allah me bë diçka, neve më na qit me sy që është keq, në apet kena me bë. Nëse kësi thotë Allah kry në një punë, na do të me kry. Si thotë Allah mos e kry, na do të më largu pisana. Edhe nëse do këtë i fort e mirë, aja hiç është e mirë, është e keqe, se Allah ka thonë është e keqe. Ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wal qanitin musliman janë edhe ata të cilët i nënshtrohen Allah subhanahu wa taala. Wal munfiqin, edhe musliman të vërtet janë ata të cilët janë të bindur në shkallë më e lartë besimit. Wal mustaghfirin bil ashar, për shenjave dalluese të besimtarëve janë që bojnë istighfar në kohën e syfyrit. Wal mustaghfirin bil ashar, istighfar, më thon Allah, më thon astaghfirullah, 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 kërkoj falje Allahut, kërkoj falje Allahut. I kërkoj falje Allahut, i kërkoj falje Allahut. Kur mas miri në kohën e syfyrit. Pse në kohën e syfyrit? Për shkak se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allah subhanahu wa taala zbret në qiellin e dynjas në pjesën e tretë të fundit të natës dhe pyet, a ka dikush që pendohet ja pranoi pendimin, a ka dikush që kërkon falje, t'ia fali, edhe a ka dikush që lyp diçka t'ia jap. Shahid Allahu annahu la ilaha illa hu. Allahu vet dëshmon që nuk meriton kërkush me adhuru përveç Allahut, dhe kjo për neve është argument i mjaftueshëm. Wal malaika, edhe melekët dëshmojnë se nuk meriton kërkush të adhurohet përveç Allahut. Ulul ilmi, edhe dietarët dëshmojnë se nuk meriton kërkush me adhuru përveç Allahut. Qaimen bil qist, dietarët vazhdimisht e mojnë rrugën e vërtet, qëndrojnë se nëse se mojnë ata rrugën, sa ka me taj gjahili me mojta. Se Firauni për du me mytë Musën, se Musa do me prish fejnë. O, prish fejnë, jetë e prish ti, se Musa se prish fejnë. E
ata që i kanë zhyt gjuhët e tyre me emrat e ulemave, çka i të bëjë për mbrojnë fen? Pe kuna pe ulemave. Kush e të mbrojë ti? Kush je ti kur kush je? La haula wala quwwata illa billah. Çe mbron ti fen? Ti mbron fen pe ulemave çaq sa Firaun e ka mbrojt pe Musës. Kofton në rrezik feja pe Musës, është rrezik edhe pe ulemave. Në ta pas mbrojt Firaun e fen, e mbron edhe ky që i sulmon ulemat. Allah subhanahu wa taala në radhitje e ka përmend dëshminë e vet, dëshminë e melekëve, dëshminë e ulemave. Këta janë dietarët e Ehli Sunnit. E kush e ka guximin tani me sulmu ata të cilët Allahu i ka radhit pas emrit vet dhe emrit melekëve, në të ecin në rrugën e tij të devijuar. La ilaha illa hu. Qaiman bil qist, dietarët e mojnë rrugën e vërtetë. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, mas shumë të që i kanë frikë Allah subhanahu wa taala ulemat. Dietarët i udhëzojnë njerëzit, edhe njerëzit ecin në rrugës së drejtë sipas udhëzimeve të ulemave, kurse ulemat e kanë për detyrë me udhëzu njerëzit sipas asaj që kanë mësuar në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se dietar të mirëfillt janë vetëm ata të cilët ecin sipas asaj që ka thënë Allahu dhe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Feja e Allahu është veç Islami, s'ka fe tjetër hiç. Asnjë fe te Allahu nuk është valide, nuk ekziston as nuk s'ka pas fe tjetër hiç. Kret feja o kon një. Të gjithë pejgamberët e kanë pas një fe, të gjithë pejgamberët kanë thirrë në besimin e Allahut subhanahu wa taala. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba ila min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum. Edhe njerëzit që kanë para neve, që kanë pas libra, jahudit e krishterët, janë përçar pasi që ka ardhur dituria. Qyshun përçar pasi ka ardhur dituria? Për shkak se masi kanë pa argumentet, në pjesë të tyre s'kan besu. Kur s'kan besuar, janë bë qafira. Kur janë bë qafira, ata ka thonë një bë qafira, ata ka thonë, "O, ju jeni xhavarit se po na bëni vetë tekfir, po ju morë ju." A të besoni se ju mos me bë kufrin, na kur tekfir si bëna hiç. Se kur të çupesh mi bën njerëzit tekfir për çef. Tekfiri nalet kur pe neve kur ju ta ndalni kufrin. Mos me bë ju kufrin, na kur tekfir mbot njerëz bëjmë hiç. Nuk janë ata që e kanë mojt fen gabim, po janë gabim ata që kanë bë kufër. Është ata që kanë bë kufër, do të më kallëzu që keni bë kufër se të më kthy. Kur ti kallëzosh që kanë bë kufër, ata thonë, "Ofti." Jo, problemi është ti. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum. Ata që kanë përpara janë përçar gjithashtu edhe në këtë met kanë më përçar gjithashtu pasi që kanë ardhur argumente. Se para se marr argumente s'përçohen. Kur vijnë argumentet, tani ata nuk i besojnë argumenteve, nuk i rrin mbrapa argumenteve, kur si besojnë argumenteve, si rrin mbrapa, bëjnë kufër. O me yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Dhe në ta dinë gjithë secili se kush do që e mohon Allah subhanahu wa taala shumë shpejt ka me marrë llogari. Që shumë shpejt se hadithi i saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, jetë gjatësia, mesatarja e gjatësisë të umetit tem është prej 60 deri në 70 vjet. Kush i ka 40 vjet është kufër, edhe veç 20 vjet, 25 edhe në gjykim, edhe 20 vjet janë shumë shpejt. Edhe sa do edhe 20 vjet nëse i ka, bën kufër, edhe 45 vinë shumë shpejt, edhe del para Allah subhanahu wa taala jep llogari. Fe inna Allaha sari'ul hisab, Allah subhanahu wa taala është i shpejt në llogari. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.